Të nderuar xhamat, ne vazhdojmë me ligjëratat e tona të përditshme të këtij muaji të bekuar, me të vetmin qëllim që të përfitojmë sadakudo nga porositë kuranore dhe profetike, e më pastaj maksimalisht asa kena mundësi të zbatojmë jetën tonë të përditshme. Ne vazhdojmë, akoma kena mbet tek shenjat e kiametit. Kështu do t'jetë fundi i kësaj dunjaje. Pothuajse kena përfunduar të gjithë shenjat e vogla, tash I vjen rendi shenjave të mëdha. Apo ndryshe kena përmend disi në formën sipërfaqësore lidhe me shenjat e kiametit, tash ndoshta do të dolni dhe detajisht si paraprin njëra pas tjetrës kur bëhet shenja e kiametit. Mirë po, disha ka një dy hadithe lidhje me shenjat e vogla, pastaj qasmi apo trajtojmë shenjat e mëdha të kiametit. Ka po përmend se thot pejgamberi alayhis salam që është dukuri dhe fenomen se nuk bëhet kiameti pa pas përplasje, pa pas trazira dhe fraksione. Një ndër të hadithet I ka përmend pejgamberi Allahut dhe ka dhënë drita të qarta, duke thonë se çifutët jehudët janë ndonë në 71 grup. Më pastaj kanë ardhur krishterët, edhe ata janë ndonë në grupacione, në 72. Më pastaj thot pejgamberi Allah si vazhdim I kësaj, edhe ummeti jem ka për të ndonë në 73 grupe. Pikë 5. Të gjithë do të jenë në zjarr përpos një grupës. Pra 73, 72 grupe do të jenë në zjarr përpos një grup do shpëtojë. Me një hadith ka thënë njerëz, cila është kjo grup? Ka thënë me një hadith, huwal jamaa, xhamati, bashkësia, uniteti, kompakt për t'ja njerëzit. Një grusht. Me një transmetim e ka bërë disi më qartë, ka thënë ma ana alay wa ashabi. Ata shka jam unë sot, thot pejgamberi, ka fol për kohën e vet, janë ai grupa në të cilët unë sot eci dhe trasoj rrugën edhe shokët e mi. Ata shka I ndjekin dhe trasojnë dhe përcjellin gjurmat e pejgamberit, udhëzimet dhe porositë e pejgamberit dhe sahabëve, kjo grup shpëton. Tjerë do t'i kaplojë zjarrin. Na sot jena dëshmitar, edhe është evidente grupacionet dhe ndarjet kanë marrë për masa të mëdha. Edhe kjo shenjë ta bën me dije, më vetëm se është afru shenja e kiametit. Atë shumë pejgamberi alayhis salam ka tregu për shenja e kiametit, ka thonë nuk ka pejgamber që s'ka tregu për shenjat e kiametit. Secili pejgamber, xhamatit vet, shoqërisë vet, ummetit vet, ja ka pasirat dhe ka tregu, e ka paralajmëruar për shenjat e kiametit. Mirë po pejgamberi Allah thotë, edhe unë të njëjtën e baj, nga se eci njëjtën vart pejgamberëve vetëm një sen. Unë pejgamberi ka tregu diçka më shumë. Se është pejgamberi I fundit. Bile thot një sahabe, Hudhaifja, për Hudhaifën treguam gjatje, kush o ki sahabi I cili I ka njoft sekretet e Resulullahit. Ky thot, një ditë pejgamberi Allah, që nga mëngjesi në sabah, e falem sabahun, më pastaj hipi në minber hutbe. Pastaj kallzoi pejgamberit se çka ka menduar ti ditë kiametit. Ka ne deri në drek. A imagjinoj sa ur ka ne. Si tash prej satin 5 deri 1. Sa I vjen? 5 të 13 I vjen më shumë, sa I vjen? Qa është 8 orë, të paktën. 8 orë ka moj, së është çështje e madhe. Pastaj thot, ka falë drekën, e krytëm namazit drekës, sërish ka I në hutbe, të na bo me di, kjo ka për të ndodhë, kjo ka për të ndodhë, kjo ka për të ndodhë, nuk ndodhë kjo, pa I parapri kjo, pastaj vijon, pason kjo. Ka ndodhë teri një kini, pas I kinis, teri në aksham, thot, majti men kush majti, haroj kush haroj. Disa prej tyre thot, unë I kam të regu. Ata që kanë qenë prezent, kër I ka thonë pejgamberi Allahut, kanë vdek krejt, vetëm unë e kam mitë për aty, thot gjallë. Andaj, Hudhaifja të regon shumë sekrete për shenjat e kiametit. Ndërsa 5 gjona, 5 mshefësit dhe sekretet, Allahu I ka mshef në diturinë e vetë absolute, sa ka të regu kujt. Qëra gjona ka dhonë shenja dhe simptome, ndërsa për 5 gjona nuk I ka të regu as kujt. Edhe këta ka përmen në Kur'an në suratul Luqman.
Ajetin 34, thot Allahu Gjeleshanu, inna Allahe indahu ilmu saa. Tek Allahu është ka mbet dituria se kur ka me ndodhë dita kiametit. Kur se dhe këta? As kujt. Argument që se dhe as kujt, sa që një dit Gjibrili a.s. ka arë fizionomin e njerijut, është vesh me ato pekat e bardha, me mjekrën e zes, është paraqit, sikur se tash me arë të kush jabanxhi, edhe me im ton, edhe është nërë para pejgamberit. Këta ditë të transmeton Hazreti Omeri. Thot ishme duke nejt me gjlis, sikur se ta shune para juve, thot erë një njeri me tesha të bardha, me mjekrën dhe flokë të zeza. Nuk ishte shenja që është udhëtar, s'kishte shenja, i lat, i raskapit, apo me pika është për liga, ja, as nuk e njëfë këtë duke shprej neve, jabanxhi. Erdhe dhe ullë para gjumëve të pejgamberit. E i tha, ja Muhammed, am të rego se që është islami, pejgamberi ka të regu. Islami është ndërtuar në 5 pylla. Shahadeti, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, me fal 5 kohë namazit, me dhënë zakatin, me agjëru Ramazanin, me shku hax sipas mundësive. Ky tash që pe parashton pyetjen, i thot e thove të vërtetën. Thot Hazreti Omeru çuditshëm. Edhe po parashton pyetje, edhe po konfirmon. Ai që vet, ai s'ka nevojë me konfirmu, sa e pedika. Sërish pas të tha, a më tërgo që është imani besimi, pejgamberi tha, imani është amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri. Besimi është me besu Allahun, ditën e fundit, me besu librat e Allahut, pejgamberët e Allahut, me laçet e Allahut, edhe çdo sen çka lëviz dhe çarkullon, çka ndodh, është me diturinë absolute të Allahut xhaleshanu. E më pastaj tha, më tregon ç'është ihsani, bamirësia, shkalla më e lartë e avancuar me Islamit. Tha diçka është ihsani, adhurimi. Me adhuru Allahun sikur se ne pa, edhe pse ti nuk e sheh, ai ty të sheh. Me fal namaz sikur se Allah i tot vëzhgu tyje. Zguzo me këshirë dë një haram femën se Allah i të përcem. Kur të arrit me ki dozën e kësi adhurimi, që Allah në mbikëqyrë, që atërë nejna musliman hakikat. Për ndryshe, sot të lëshimet, gabimet, katastrofa që i ndodhë, se njerëzit ju ka up, në munges të këti elementit kryesor, njerëzit bajnë gjuna dhe mëkate. E më pas taj tha, a më të rego se kur është kiameti. I thot këj personi, pejgamberi asem, edhe thot pejgamberi asem, as ti nuk e di këta, e as që pyet ata nuk e di. As njëri prej neve nuk ka informata dhe qasje se kur do ndodhe kiameti. Ka thonë, atërë më të rego për shenjat e kiametit. Ka thonë, shenjat e kiametit është ndërto. Kur gruja nona lind, e lind e vladin, e ka më konë zonjushe nanës. Kjo ka përdor pejgamberi elagorik. Me një fjalë, fëmija ba domaçin ke nanës. Gazdariq dhe shef. E kundërt është, liq, fëmija e ndëgjon dhe respekton, është në një tatin e nanës. Shenjë kiametit. Fëmija ngohet, nona s'guxon me lëviz për shtëpis, nona s'guxon as niset me ble, nona nuk guxon me menaxhu shtëpinë fare, këtë kjo është evidente. 2, ka thonë njerëzit të cilët kanë qenë pa rroba në trup, edhe pak puc, pa nalle, i kanë lënë fshatrat dhe malet, garrojnë nëpër qytet, edhe bojnë rivalitet, cilin nga këto ka me bë ndërtesa, japia, kompania dhe firma të mëdha. Kjo nuk ka evidente dhe kjo evidente. Tash nuk du me thonë me nënshmu asni fshatar, hasha lillah. Po kështu ka thonë se prej maleve i kanë lanë, s'kan pas fare shumë e vesh, kanë ndarë dhe garoj kush ban shtëpia, palata, ndërtesa, firma, kompania, më të la. Kjo evidente. Unë kam njës disat, babën tem dhe ke, qëta, që ke familja, që kanë tash kompania, to s'kan pas buk më ambër. Me një fjallë, s'ka pas as teshën trup, që ka jetu, kështë tash, kështë kiametit. Sa ai fshatit, duhet me menaxhu fshatin, ai qytetit keq i menaxhon. Sheni kiametit. Sidokoft, ky personi që me këto tesha, ndeti sa ndeti edhe hupi. Sikur që surprizë, befasi, edhe hikja prej mexhlisit tërë në formë asnjone. Tha pejgamberi Allahut, ai dikush ke çep tipi që këtu që ardhe dhe shkoi, asnjëri s'e kishte qenë. Tha, ja Rasulullah, vetëm Allah dhe ti dini. Edhe kjo ka qenë edukate sahabëve, kur nuk kanë ditë, ka thënë Allah e dhe mas miti. Edhe se urse të nakë, dhe në shqiptarë që nuk e ditë, kur ti thuj diçka, e pa mundshme. Abe ta pështirë, pisht mos me thonë se s'di.
Ma mirë më thunë mos me ditve, ma mirë është, s'ki përgjësi. Ama i ta pështjet dy qitë, vetëm mos me dalë për aty se dhe me kis ka i informata. Thot, ky ishte Gjibrili a.s. Qaj që ke parzit, Gjibrili erë me jamësu fejën juve. Që kjo hadith është hadith gjigant madhështor, ka shumë mesazhe dhe mësime. Ndërta është, ai Gjibrili ka i të rolin e nxënësit, pejgamberi ka i të rolin e mësuesit, Gjibrili rolin e xhamatit, pejgamberi rolin e hoxhës. Kur shkon nxënësi me mësu të mësuesit, xhamatit e hoxha duhet me vendos tek kush? Tek kam, tek këtu, jo si ka pa di mushtri, në hunç, sikur përpara që kanë talebët, kanë hunç edhe para mësuesit. Kjo ka qenë bilet tek mektebet më harshëm plot, çto thonë, duhet i kanë vendosur edhe para hoxhës. Sa është edukat sjellje. Me ecë me teshat më të bukura, se do më teshat e bardha, ata simbolizojnë petku më i mirë. I qefi nos, këre, thot, s'kishte shqeni autortare. I kur të vije, tu nga rejtë gjami. Ha? Një qërape ka vesh, një se ka vesh. E keni pa? Mobilin e aron. A shqesu një jetë, zese për shumë e kemi të rejtë vëretën, që edhe nëse ndodhë me mobilin. Jeni namaz, edhe nëse ndodhë, fut në dorën dhe mbëdhë në. Se kjo arsije, edhe para kësoj nuk kam thonë, nuk është mirë, po masi e kja arru, sërresh se i shqetson tjerë, ju ban shqetsime, ju ban qever, ju ban keqë. Kur të vesh, jem para koha, ju të ngare, i qetë, i relaksum, komod, se kur të vish, edhe falë namazin me frikë respekt, edhe ndë gjënë hoxhe me vëmendje. Këtë të në mesazhe që e ka dish me të tërgu. Ndër të thot, ku e ka vetë, kur është kiameti që e ka thonë, as pytë se as i pytur nuk dhe. Edhe Gjibrili që është, me laqja më e afërt e Allahut. Edhe pejgamberi këto dy krijesa janë bordi më i afër e Allahut xhaleshanu, nuk i din kiametin. Morën kiametin se di kush. E në sutur Luqman edhe njerëz sërish pikthena, Allah i ka përmend 5 gjona që nuk i di sekretet vetëm Allahu. I kam shif diturinë e vet. Inna Allaha indahu ilmu as-sa'a. Tek Allahu është e njohur se kur ka menduar ditë kiametit, kur se di, vetëm Allah. 2. Wa yunzilu al-ghayth. Edhe ai di kur ka ndroshi. Kur se di. Hiç fare. Ma tjede dhe sa kokra, sa pika, sa tonelat dhe ko. 2. 3. O ja'lemu ma fil araham. Edhe Allah o di se shka ka në mitrën e nanës. A është djanë, a është qikë. A është i shëndeshëm, a ka të metra. A është me një kamë, me 2 kamë. Do t'jeti menqëm, a jo i menqëm. Ka me pas regullira, pas ka me pas. Vetëm Allahu e din. 3. 4. O ama tedri nefsun, ma dha teksi bugada. Edhe asni shpirt, asni person, asni njeri që ka frim, nuk e di se çka ka me fitu nesër. Ti ban planet hardimet të tua nesër 100 mijë që ka me dalë. Nesër 50 mijë. Nesër një boj xheneti 100 euro. Nuk e di se nesër, se baba ki para qosh. Nesër nuk është me dalë pi shtëpijës. Thehet kama, smush në shtrat, nuk e di. Edhe 5. Wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut. Asnjëri nuk e di se çfarë tokë ka menduar jetë. Hiç s'e ke ditë. Del pi shtëpijës, ky shku për shembull për supozojmë strumic. Çfarë e xhelit ka? Nuk e di njëri. Ndajna me shpirt, jo rastisht nuk e bë dua. O Zot bismillah, po dal në martan. O Zot kof ditë hajshit. Bato lutet që ka bë pejgamberi Allahut, krejt këto lutet që ke bë, çka tecës për ty shi ibadet. Ke ku ndron jetë, andron strumic, a dëm Kosovë, an Shqipëri, an në Evropë, an Mekë, an Medinë, an shtëpi, a para shtëpisë, a më kur bash me ibadet me dua, kjo për ty është në favorin tanë. Këto janë 5 gjona më në mend, nuk e di kërkush. Inna Allaha alimun khabir. Allah është i ditur dhe i njoftur hëllësis për çdo sen. Çto 5 gjona më në mend. Kërkush si di, vetëm se Allahu xhaleshanuhu e as kush tjetër. Shenjat e mëdha të kiametit. Tash ka dal fillojna duke hinë në shenjat e kiametit, ama shenjat e mëdha. Edhe paralel, ndoshta kemë përmend her pas here edhe shenjat e vogla, se e shoqërojnë. Mbasi të shfaqen shenjat, pasi të shfaqen dhe shtohen shenjat e vogla të kiametit, njerëzimi do të ketë mbritur një fazë të vuajtjeve dhe të mëdha. Normal. Edhe më vujtje, vrasje, mbytje, rrejnë, gënjeshtër, manipulim, lloj-llojçia, shtëpia kauzi shkon, në familje ashtu. Edhe më fillon kjo botë e mërzitshme, bezdisme jetja, edhe botë vështirësi. Pastaj Mehdiu i pritur do të shfaqet. Shenja e parë e madhe e kiametit është dalja e Hazreti Mehdius. Shenja e parë, mas kësaj më nuk jetë kohë.
Ato është vetëm momenti, se do përmendem se kiameti aq shpejt do të bëhet saqë ka ardhur në hadithe duke bë pazarin, s'ki ku mushteria mja pagujt kuna pronoret ata artikullin që ka ble. E ke marrë kafshotën në gojës. Ndorë ka matmet, su kime për ty. Që shpejt do të bëhet kiameti, kur shenjat e mëdha për ndodhin. Pastaj media i pritur do të shfaqet. Ai është i pari nga shenjat e qarta të mëdha të kiametit. Për ekzistencën e tij s'do të ketë më dyshim fare. Por kjo do të jetë e njohur vetëm atyre që e dinë. Ata që e dinë, po. Muslimanët e mirë njoftohen kush është media. Do të tregojnë edhe historinë e këtij, historinë, biografinë, kush është ky tip, kur do dale, çfarë misioni, çfarë detyre do ketë. Kush Mehdia. Arabisht Mehdi lidh nga folja ihda. Hedi hidayah, i udhëzuar. Personi i cili ka më orientuar dhe ka më udhëzuar njerëz gramara. Ai do të shfaqet në momentet kur ka më kaplu kupa e zullumit padrejtisë në tokë, në univers, ai më atëre më vjen. Edhe gjithmonë është rregull, kur përhapat e keqja, pritet e mira. Është rregull. Gruaja që është me barë me shtatzan, kur ti ka dhimbje të mëdha, vetëm as është prit lindjes. Kur teri natës ka përmasa të mëdha, sabaj është afër. A? Edhe dini një fjalë që çarkullon mesin e popullve, zullumi si të putut. Këtë për stodhe, zullumi për strashë. Ma e men, gjithmonë. Edhe kjo, kur ta moj kulmin e keqës, që atër është në pritje, Mehdi a.s. Ai do të verë në tokë edhe ka me mush tokën me drejtësi dhe siguri dhe qetësi me stabilitet, kur mo ka marrë përmasat noja, zullumi, padrejtësia dhe fesadi. Mehdia do të sundoj derisa të sfaqet kush Mesiu i rejshëm. Kush është Mesiu i rejshëm? Dejjalli. Dejjalli është një krijesë e keqe, e cila ka me bërë tepër fesad. Për të cilën pejgamberi Allah ka thënë nuk ka pejgamber që s'ka folur për Dejjallin. Sepse pejgamberi ka thënë kujdesu se po ju vjen Dejjalli. Vetëm se unë kam shtuar diçka informata. Dejjalli ka një sy në mes të kokës. Edhe syni është në formë të rrushit tha. E çita se ka thënë asnjë pejgamber, vetëm pejgamberi ju. Disa mendojnë se kjo është allegorike. Duket se është televizor, se nisi ka, këtë drejtëllë që të ne bjerë. Ka dhe kësi supozime, mi për nuk ka e vërtet. Ajo është ka është sakt dhe qartë se është krijesë, e cila do të bëjë fesad, qëfar fesadi, edhe të të përmenda, mi afton si kalifi, qësë si fesad, Allah e ka dhanë pushtet, mi boti sa gjana, sa që kam i dhanë njeriu. Dëgjo, a beson mua? Thot, jo nuk besoj. Po nëse ta realizoj në ëndrën dhe dëshirën tonë, a kemi besu? Thot, çka? Ata ngjallin nënën para syve tu, edhe babën. E ban? Allah ka më dhënë këtë drejtë me bo. Madje ka thonë, a ti tham qilit me roshi dhe bjen. Edhe do të ndodhe, ka më dhënë Allahu si fit në asaj dite. Muslimani i mirë nuk i beson. Muslimani i mirë Allah i ka më dhënë disa informacione, ka më dhënë disa aftësi, ka më shumë me lexuar të Dejjalli këtu do të jetë, do të shkojë kafir. Kafir, mos besimtar. Edhe ata që nuk dinë të lexojnë gjuhën arabishte, po kanë iman dhe besim në Allahun xhaleshanu, edhe këta njerëz kanë më shumë me lexuar. Ai ka më bë fesad. Njëri thotë çka vëm më shumë mua, kanë bë fesad fitnes, prov, telashe këtë njerëzve. Më shumë të që kanë mendje këta, do të jenë grad dhe jahudët, edhe çifutët. Grad dhe çifutët. Ma të ka disa ditë për çuditë temë gjuhën, kanë mendje edhe është një fraksion i devijuar që quhen Khawarijët, edhe ata kanë mendje Dejjalli. Ka më bë fesad. Dikush për neve thotë, ja besën goja ata, ajo shqetësore ka më rrejt, se arabisht Dejjalli thotë njëri i cili rrejt shumë, janë e tepron. Arabisht Dejjal e dhabi thotë, ama gjuhën arabisht kur vjen me nocionin me shedde, me shtrëngim, dy fisht, Dejjall shumë rrejt. Janë nxjerr funin apo, ai shumë ka më rrejt. Dikush për ju mund të thonë, valla be s'ka shansa më rrejt mua. Se më s'ka shansa? Sot ja do na rrejt shqetësinë, s'po të rrejnë ai. Shit informat në për televizon, vinë lëllë informate, kur ta këshim popullon bëhet prej e këtyve informacioneve. Tren, po a e di shka me vajbe, a ka me po qudira, ka mi thonë qilit me rashit të bjere. E Mehdiju do të sënduhet drejtë shfaqet kush, Mesihu i rejshëm, është Dejjalli, i si do të përrap zullum dhe qëregullime. Të vetëme që do të njojnë mirë dhe do të shmangën keqës ati, do të jenë ata njerëz që kanë dituri dhe iman të madh në Allahun xhaleshanu. Mesia i rejshëm Dejjalli do të mbetet për një kohë, duke shkatruar njerëzimin plotësisht
Dhe toka do të dëshmojë fitnën që rregullimin më të madh në historinë e saj. Ai që ka më bë fesat. Dëgjoni. Prej kona Ademit, te kona vet, këtë fesatin me grumbullu, s'ka mja të i kalu fesatin dhe të këshia që ka me bërë të gjatë. Thuët, ka me jetu 40, nuk dhije që ka 40. I të tërguam se në fund të shenjtë kiametit nuk ka më vlerë as saati, as orë, as javë, nuk dhije 40, 40 mujë. 40 ka me qënë mu. Një ditë sa një vjetë ka me bërë fesat. Një ditë sa një vjetë, një ditë sa një muaj, një ditë sa një javë, një ditë edhe se të zakonshme. Qasë si ka me bërë që regullidheve fesatë të mënaja. Sa që kanë thonë sahabët, du me të regu një njërë është pak interesant, do shë pak sa që sharakja ma, kur i kanë thonë, qasë si fesat, kanë thonë të sahabët ja Rasulullah, a di që më s'kanë meritë sa saati, sa është ora, fesat i marë, si do të falmi namazin, i ka thonë për jansem, ju në atë kohë do të vendos të vetë. Kujtohet që të hadith, e pa të regu moti një kolega jenë. Bile mësa të proj, ka qenë para luftës, vitet 98-97. Të regoj që hadithin, që të pjesët e fundit nuk pe të regon që atë fesatin që ka thonë sahabët, se si do të falë një namazin. Pa e të regu, tha që fesat ka me bo njërës ka me posë me në kryje. A një shka tha njëni për gjemotet e të jogjës? O gjohë, qësh kena me falë, qësh kena me flejtat, ata ditë tha, kjo hoxha e nisi një keshë, së nuk përmbajtë. E, thamë, subhanallah, që çfarë dirti, tha keni jo, qësh kena me flejë. Këshire sahabët, tha, që tha sahabët? Si kena me falë namazin, breng, derë, ambicje tyra për namaz, na, qësh kena me flejë, se ne kena dertën e gjumit. A që ashtu? Po realitet. Pa disi është dalimi jonë muslimanëve soqmit me muslimanët e kaluar. A disi është dalimi? Kërë ka pashtu pyte një hoqë, ka dhënë, a e dini, muq po ma përshkojt dikush nga juve, si është dalimi muslimanëve soqit me muslimanëve aty të hershme. Ka thënë njoni, të 1400 vjetë. Së qa që distanca? Para 1400 vjetë ka qenë muslimanët e parë. Thëtë, jo, sa është e poenta, që të rëguna poenta. Ku është? Që Isa në e din Isa. Ka dalimi, ka thënë dalimi është një plan. Qëre një plan? E ka marrë planën, e ka thënë qërë. Qështu e ka marrë? Dalimi një plan. Ata kanë ushqi zemrën, ne ushqina. Ata kanë ushqi devotshmërie, frikën, shpresën, mbështetjen, mendimin e mirë për Allah. Na? A ka më hangër bukë? Çfarë iftari ka sot? Çfarë mënyje? A është realitet? Që këtë dalimi, kur të tjetër? Ata s'kan pas ma shumë se na. Edhe ata kanë pas 2 vesh, s'kan pas 3, i kanë pas 2 sy, 1 gojë, hiç ma shumë si mungon. Dalimi që kjo është. Mes kësaj gjymtyrës në ngopë, a nuk ka enë ma e keqës se barku. Kjo është kontinjer. Shka të futi që pranon, konsumon, nuk thot jo. Ama qëta zorë është me kultivun, këta me ujit o zorë. E që kjo është dalimi mes neve dhe muslimanve të kaluaran. Dhe të thot, dëgjalli pas ka me bërë fesaq, se regullime atë shumë, sa që ka me dhanë vull historia. Qërë, s'mojnë mi afru fare, pastaj ka me zbrit Isa a.s. Do zbrez dhe do cilë drejtësi nga qielli. Do të adimi se shenjë kiametit është dhe zbritja Isis a.s. Për nga meri Allah. Isa a.s. Allah ka ngritë qiell. E këta du me besu dhe zë të dashur. Se nuk e kanë mitë fare krishterë. Asë që e kanë gjunëzu tek kryqi sikur se pretendojnë disa. E asë kur disa musliman me keqare thonë, jo sa i ka dek. Fare. Allahu me orëcine ti që e ka absolute, e ka ngretë qiell, për shumë i urtësi dhe filozofi që na nuk mëjna me perceptu. Ndërta është, se, kur të vere Isa në fund, kam i thënë krishterve, pse be ju më kini ba shpifje që unë janë gjali Zotit? A nuk ju vjen tupër dhe mare, unë nuk janë gjali Zotit? Mja demantu ketat ideologjinë e flisht, atë tezën prapshtane, 1, 2, ka me mytë thivin, 3, kryqin ka me hedh, edhe nuk e pranon më gjizjen thonë tatimin, se kur sundojnë musliman me një shtet, edhe sundojnë globin botën, ata që nuk janë besimtar, nuk dojnë përba musliman, dojnë me pagu tatimin, gjizjen, pe Isa sa më kur thet, nuk e pranon, ata thonë që do të javë me, vish më s'mëna muzë, jo. Edhe dyta, jashtë këtyre misioneve ka marrë se Isa sa ka lutë në kone vetë ka bët dua,
o Zot, më ba më kanë hise pjestar i umetit pejgamberit. Dëshira e flok, ëndra e ti, më kanë pjestar i umetit pejgamberit. A ne e kena këtë privilegj, ma në nuk e dina. Pejgamber lakmon, ka lakmu që tjetë antari i umetit Muhammed sallam, neve na ka dhënë Allah këtë derë dhe këtë privilegj, nuk ja dina vlerën. Andaj kam zbritaj, do të zbritën në Sham në Damask, edhe për ta do të folmi, përse se shenjë detajisht, do zbrita atje është një vend që quhet Menaratul Bayda, menarja e bardhë, nuk ka qenë me minare, se në gjuhën arabisht minare thonë një pjesë e lartë që aty. Sot e kësaj dite që aty vend ka lo krishterë. Se kam qenë unë edhe në studime dhe në Damask, aty sot e kësaj dite, që atë vendin ka sot e kësaj dite krishterë e rinovojnë këtë pjesë xhamisë bashkë me muslimanë dhe ato japin tolla. E kam ndëgjuar dhe kam qenë ndaj vendi. Interesant. Kështu se ka Allah leç që kur të vere, më qenë prezant krishterë, më apo Isa alayhis salam. Edhe Isa kur të zbritet nga qielli në tokë, dëgjova që ka bëu fesat në tokë. Kur ta shohë Isa alayhis salam, ka mushkri sikur që shkrit kripa nuk. A ke po disa njerëz janë azgana. Kur të vere i madhe, e shlejnë këmbë, e shkrihet ai. Ta sherdha, u bën azgana. A ke duhet kjo është, a ke po? Edhe Isa tash të kanë me rrejtë. Edhe Isa alayhis salam do të vere me mision. Pastaj spet Isa alayhis salam ka me sjell drejtsin qiell, dhe Isa alayhis salam do të nesa do të ndeje, më pastaj do të shkojnë në Medinë, o vëllezër të dashur, sot kush ka qenë në Medinë në xhamin e Resulullahit, kush ka qenë në haxh numre, sot e kësaj dite ku është e dhoma e pejgamberit në xhami, ato është i vros pejgamberi sallam e Bubekri dhe Omeri, te dhomas të Jashës. Sot e kësaj dite gjendet alon një vend i shprastës. Është aty ku do të vorroset Isa alayhis salam. Interesant. Kështu ka thonë. Thotë person do të vorroset pranë meje aty tek varri Isa alayhis salam. Edhe do të zbrete kur do të vile me fal bile ka më zbrit në kohën e sabahut. Tu thiri kameti zbret Isa alayhis salam. Këtë kanë dëshirë mi dhënë përparësinë e dal, thotë jo, unë do të jam xhamat. Tash nuk vjen si pejgamber. Vjen me detyrë dhe mision si xhamat i thjesht. Edhe do ta fale Mehdia do ta fale namazin. Isa sa ka për ta vrarë të gjallin, edhe do të ketë 10 sigurie. Atëre më kanë bezontru, kanë pushtu siguria, qetësia, rahatia dhe komoditeti. Pastaj shfaqja e Yexhuj. Yexhuj dhe Mexhuj janë krijesa të vegjël. Këto janë numri i madh i këtyve. I ka shtin me një kodër Dhulqarnaini alayhis salam. Edhe ata i ka fut te kodra, edhe ka kërku që ato dy kodrat në atë luginën me mshelat atë kufinin me lloj bakri. Ata sot e kësaj dite janë aty. Sa që thot pejgamberi Allah, ata çdo ditë është numri i madh është. Është numri i madh, sa që thot pejgamberi kur do dalë prej tokës, për shemb kiametet. I pari, kur do shkojë me pi ujë të detit, jo deti po të ujët në dunja, i fut kur do dalë s'ka më pas për ta ujë. Imagjinoni sa numër vash. Ka muhabet, supozime, kisha është pjesë e kinezëve. Po nuk ka të sakt, Allah e di se çfarë njerëz janë ato. Sot e kësaj dite ka thënë pejgamberi Allah, çdo ditë ata grupojnë në tokë, në kodër. Derisa tu arrit tek kulmi për me dalë. Tu dal, thojnë, ai se nesër vazhdojnë. Nesër ajo sërish bjen. Dhe jo mbushet. To çdo ditë që grupojnë, e lojnë deri që çto thojnë. Hajde për nesër. E një ditë kur Allahu më ka vendosur për kiameti, këto do të thojnë. Momentin tu dal për nesër, inshallah, nesër e vazhdoj. E kur thonë inshallah e kanë me. E vërtet nesër ato do dolin dhe kanë me bë shumë fesad. Paranoja. Pastaj Allahu do t'i dërgojë nëpërmjet shivit disa krimave që do t'u bin nga veshjet e tyre, edhe secili prej tyre do të vdes. Ato do të flasim detajisht. Po. Pastaj do shfaqen Yexhuj dhe Mexhuj, do të zë njerëzimin në befasi dhe çrregullimi do t'i kaploj prap ata sërish. Pas të mirës, Isa që e mi të qallim, këna thonë, pas do të mirës ka të keqe, pas do të keqes ka të mirë. Kjo dunjë e qështu është. Vetëm në ere këna më kënoqë. Dunjë, ja. Dunjë, ju e dini me vludin. Si kënot? 6 dit gazep, 1 dit është, Sefa Rahmet. Kështu është dunjoja. Përkosh me ka kënaqësitë të mirat vetëm ajreti kur s'ka vdekje, s'ka smundje, s'ka pleqni, s'ka mërzi, s'ka brenda, s'ka vujtje.
Pse është xheneti është tjera gjona, tjera elemente ka në xhenet. Në përgjigje të lutjes së Isës alayhis salam dhe Allahut të lartësuar, ata do të vdesin dhe siguria, drejtësia dhe stabiliteti sërish do të kthehen, se Isa do të lutë Allahun që Allahu më zhduk sërish. Kjo gjendje do të vazhdojë për disa vjet deri në vdekjen e Isës alayhis salam. Ka muhabete se Isa do të qëndrojë 7 vite. Do të qëndrojë 7 vite. Dietarët dallojnë, ndajnë mendime ndryshëm rreth renditjes me të cilën do të shfaqet shenjat e mëdha të Kiametit. Ka muhabet. Dikush thotë që kjo e para, kjo e para, mirë po ne kanë marrë një mendim disa dietarë duke thënë se kështu i kanë vendosur, dhe kjo besoj që është pak më e saktë dhe më e drejta. Një e para, shkatrimi i Qabës dhe zbulimi i thesarit të saj. Ka mu shkatru monën me. Në fund Kiametit pas më shkatru dunjaja, do të shkatruohet Qabja. Do të vjen një person i cili ka me prish Qabën tull për tull. Shenjë Kiametit. Edhe aty ka disa thesar resurse pasuri, aty do të zbulohet thesari. Kjo si të bëhet, mas kësaj vjen lindja e ditës në Perëndim. Kjo është më e dukshme. Fenomen që njëri e le pa tekst. Kreti dimi se dielli lind në lindje dhe perëndon në Perëndim. Kjo është e kundërta. Kjo do ndodhe kur njerëzit do zgjohen, do të flenë sa do të flenë. Edhe kanë zakon më qunë mëngjes. Kur do të qohen atë orë që kanë flenë, qohen tërë, ala natë. Sërish do të binë me flenë. Do të flenë se do të flenë, do të ngopën. Edhe, kur do të qohen, sërish tërë. Atëre fillon një panika dyshimi. Sërish për strejti, kur do të qohen, e marin vese sa saate. Kemi dëgjuar se nuk bëhet Kiameti, disa prej tyre do thonë, kena gjutë para tonë se nuk bëhet Kiameti përderisa dielli nuk lind nga Perëndimi, s'po lind nga lindja tash. Prishet mo. Prishet kush? Kriteret e kësaj dunjajës, lindja e diellit nga Perëndimi. Dhe pastaj shfaqja e kafshës bishës nga toka. Ka me dalë një kafshë e madhe në tokë, më në men. Kjo është erdhëz, edhe kjo është për shenjat noja. Ajo do dalë thuat, do ta ketë si vul peçat, secili që nuk ka besimtar kam ja velos. Ashtu Allah ka më dhënë këtë drejtën që ka mujt me shpalos me zbuluesi kush është besimtar, kush nuk është besimtar. Kjo është shenjë e madhe, më në men. Shfaqja e kafshës bishës të madhe në tokë. Pastaj tymi, një tym ka me kaplu universin. Tymi. Një erë që do të marrë shpirtat e besimtarëve. Dhe këta kena përmend, nuk bëhet Kiameti përderisa mesin disa besimtarë në beturinë e fundit të umetit, edhe ka përcen për atyre dhe ja merr shpirtin, që ta përjetojnë vetëm njerëzit e që kanë Kiametin. Ngritja e Kuranit në qiell. Kurani më nuk ka as në për rafte. Madje jo në për rafte. Nuk ka me pas njerëz që dinë me lexuar, ka me anxher Allah nga zemrat e tyre. Mo dhe në thonë, këtë kanë me met në tokë. S'ka me ditë njëri një ajet me lexuar, as bismillahin, as elhamdulillahi rabbil alamin, as wal asr. Për një natë, se nuk e lënë Allahu më bashkëtrimi duke qenë Kurani, duke qenë çabja, duke qenë fenomenet muslimanët e mirë. Vetëm se mo e ka flon kulmit keqës, një zjarr do të shtin njerëzit për tek vendi i përfundimit të tubimit. Do dale një zjarr, disa thonë nga Jemeni. Ai zjarri ka mi tut friksu njerëzit edhe ka mi këtu buke. Edhe ka mi mbledh te vendi mahsherit. Mahsheri është vendi ku kanë kush kanë më grumbullu njerëzit, kanë me dalë para Allahu Gjereshanu, ajo është në Sham, në Sirinë, sot shmit, mirë po aja vend ka mundru me një tokë tjetër, kanë thonë, me një tokë ku nuk është bë gjuna, nuk është bë haram, nuk është bë dëni zina, nuk është deras një pikë gjaku, me një tokë të bardhë, pastaj kam i fri surit, burijës, në fryrin e parë, gjithë kush ka me ndjetë merë, në frimën e dytë, ka me vdekë, se cedhe, dhe në fryrin e tretë kanë më ringjallë sërish krijesat para Allahu Gjeleshanu. Fillojnë për Mehdijen, sot vetëm për Mehdijen, edhe ata shkurtët janë, për Mehdijen, shenjën e parë. Shenja e parë e madhe e Kiametit është dalja Mehdijut. Mehdiju do të vjen gjatë ditëve të fundit. Ai është një nga halifët të udhëzuar të drejtë. Ai s'është Mehdija shkapritet nga shijat. Kene ndëgjuar është një frakcion, një grup e devijuar që pretendon se janë musliman. Ata janë shijat të Iranit. Ata kanë besime, devijime katastrofale. Madje ato kanë devijime të janë jashtë koloseket të
Islamit. Ata pretendojnë se në Islam, fare Islami për atyre është i përshëndet moti. Këta edhe ata menojnë se është një farë mejdije e presin ata. Ata pohojnë se është im shef me një farë tuneli në Samara. Pa ti do të më përmend që mos ngatroni nëse takoni me një grup prej këtyve që quhen Shia, elhamdulillah në trojet tona nuk ka. Elhamdulillah. Për pas në numër i vogël tek e tok ka pjesa e Tetovës, por ndyshe në vendet e tona nuk ka, elhamdulillah. Nuk ka. E ma shumë që është e njohur ka Irani. Ase yarhamukallah. Ose ata më shumë të janë me sufistat, këto që janë dervisha. Këto shumë janë afër me këtë grupacion në Shiave. Ato kanë det besimit çuditshëm. Kanë besimet, devimet të hatashëm, trashënike. Besimet për fat keq. Edhe ata pretendojnë se janë të prit me dijen të dalë për një farë tuneli. Mirë, po kjo fare s'ka baza as dhe një burim të besueshëm. Ata pohojnë se emri i tij është Muhammed ibn Hasan al-Asqari me një tunel, i cili në moshën 5 vjeçare është fut aty edhe presin. Jo. Ndërsa ky kush është Mehdia? Mehdia thot pejgamberi se është nga familja ime. Mehdia është mirath, trashëgimi e pejgamberit. Thot emri i tij është sikur se emri jam, Muhammed. Emri babas atij është emri i babas Muhamedit. Si ka pas emri i babas Muhamedit? Abdullah. Andaj ka emrin Muhammed biri Abdullah. Mehdi është llaka. Asaj se di. Ai bile kur të dale nuk ka meditaj se kam kon Mehdia. Derisa të dale ka pjesa e Khorasanit, ka lindja. Më pastaj do të shkojë në Çabe me bë haxhin. Çati për një natë Allahu ka me bë reform globale në botë. Çatëre kanë më dhënë besatimin atij para ruknit që është ajo pjesa e Çabës, kanë më dhënë zotimin. Çatëre që kanë marrë vesh, kanë thënë ti je Mehdia, halifja nga trashëgimi i pejgamberit sallallahu. Çështja të cilët na sunojmë është që argumentet edhe hadithet e pejgamberit e tregojnë një gjë ndryshe prej këtyre grupit të devijuar. Besoj që ai që do shfaqet para Isës sallallahu alaihi wasallam birit të Merimës, siç tregohet në hadithe, Haxhaxhi ka dëgjuar Alijen, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, edhe sikur të mbetej vetëm një ditë në botë, Allahu ka më dërguar një njeri në mesin e jush, i cili ka më mush tokën me drejtësi, pasi që ka mush me zullum dhe padrejtësi. Që të thotë, patjetër ka menduar, nëse për këtë dunjos nuk ka më ditë thotë pejgamberi Allah, çfarë ditë Allahu ka më dërguar çet njeri në mesin e juve, i cili ka më mush tokën me drejtësi, pasi që ka mush me padrejtësi. Ajo që ka më ditë, po do më tregu se aq bindje the dhe ka thonë pejgamberi se ky ka për dale për Mehdijen. Nga Alia transmetohet se pejgamberi sa ka thonë, Mehdia është njëri prej nesh, nga njerëzit e familjes time. Brenda një natë Allahu ka për ta frymzuar atë dhe ai ka më përgatit për kryrjen e punës së tij me sukses. Po. Pastaj një ditë pejgamberi Allahu tregon për Hasanin. Hasani që ka qenë nipi pejgamberit. Gjali Hazreti Alis ose djali Fatimës. Fatime ka qenë bija Resulullahit. Një ditë pejgamberi ka thënë për Hasanin, për nipin e vet. Ka thonë që ky bir është Sejyidu, zotria. Sikur që ka thënë pejgamberi sa. Pas pasardhësit e këtij thotë ka marrë një njeri i cili e ka emrin tëm edhe emri i babas vet, sikur se emri i babas tëm, i cili i ngjan thotë çka? I ngjan nga pamja puna Resulullahit alayhi sallam. Më pastaj me një hadith tjetër thotë, kjo fe ka më met e qëndrueshëm derisa kanë mësunu këtë dunjë 12 halife. Në një transmetim, kjo fe do të mbetë e fortë derisa ta sunojnë kush 12 halife të drejtë, njerëzit u ngosluan dhe bërtetën Allahu Akbar ya Rasulullah. Pastaj pejgamberi përshpriti diçka e pastaj pyetën babën e tij dhe thanë, çka dishte me thon pejgamberi? Tha këto ato halifët do të jenë nga fisi Quraysh. Fisi Quraysh është fisi Resulullahit alayhi salatu wassalam. Në një transmetim tjetër, kur pejgamberi u kthyi në shtëpi, Qurayshët erdhën dhe e pyetën, çka do të ndodh pas kësaj ya Rasulullah? Pastaj tha pejgamberi, do të ketë çrregullime dhe vrasje të shumta. Me një hadith tjetër thotë, nëse do të mbete vetëm një ditë nga kjo botë, Allahu ka për ta zgjatur atë ditë. Derisa një burr nga pasardhësit e mi apo nga familja ime do të dërgohet. Emri i tij do të jetë emri im dhe emri i babait të tij do të jetë emri i babas tim. Ai ka për ta mbushur tokën me drejtësi.
Ashtu sikur që është mush në ato ditë me zullum dhe padrejti, bota nuk do të mbarojë derisa të sundoj një burr nga familja ime. Çfarë shumë janë hadithe në lidhje me këtë personin me dijen, sa që kanë marrë atë gradën, atë nivelin që quhet në gjuhën e shariatit hadithe mutawatir. Hadithet që janë të besueshëm, nuk lejohet mu përgjënjështru dhe mos me besu. Çfarë shumë e ka përmend pejgamberi, nuk kalon detur dhe mexhlise ka pralmu, do të vjen një person. Në një ditë me do, ka lloj ka me zgata ditë, ka marrë një person i cili është nga familja ime, emrin tem, emrin babazot njëjtot. Ai ka më mush tokën me drejtësi, pasi që ka mush me pa drejtësi. Shumë, hadithet janë shumëta, sa që me në hadith tjetër e përshkunat shumë, me ti ja thot do tjetë nga pasarës të me. Ai do të ketë ballën e lartë dhe hundën si grepi, si sqepi i shqiponjës. Ai ka më mush tokën me drejtësi, ashtu sikur që është mush me padrejtësi dhe do të sundoj për plot 7 vjet. Do të sundoj për plot 7 vjet, sa që pas ka përshkruajtur edhe profilin fizionomik dhe Mehdijës. Pastaj thot pejgamberi Allah, njerëzit do të nisën të përçohen mbas vdekjes së çdo halifës. Një burr nga banorët e Medinës do të hikë në Mekë. Disa banorë të Mekës do të vinë te ai dhe nxjerrin kundër dëshirës së tij. Kanë me zokën një impunu me dorë ai si besatues. Ata do të zotuan para tij besnikrinë atina mes ruknit dhe al-maqam. Kush ka qenë qabe di është ata pjesa me kamë që është Ibrahimi dhe rukni. Qatë pjesën ai do të nejë ati, kanë me armë javën besatimin. Do të vere një ushtri nga Siria, do të dërguat kundra ti. Por Allahu do t'i thotë të tukës, çka ka me lëshu toka në shkretirën mes Mekës Medinës. Allah po arati, vetëm se toka të ushtri ka me përmbys. Kur njerëzit ta shohin këtë skenë panoram, grup njerëzish nga Siria dhe Iraku do të vinë për ta zotuar për besnikrinë e këtij njeri. Pastaj një punë nga Kurejshët, nëna të cilit është nga Kelbi, do të shfaqet dhe do të dërgojë një ushtri kundër tij. Por ai do të mposhtet nga ata. Kjo do të njëjtë si lufta betejë e Kelbit. Kushdo që do të mungojë në plaçën e kësaj beteje, do të humbë shumë. Mehdia do ta shpërndoj pasurinë dhe do të sundojë mbi njerëzit si pas sunetit pejgamberit alayhis salam. Pastaj do të vdes dhe muslimanët do t'ia falin xhenazën. Aq bukur e paska përshkruajt pejgamberi Allahut në formë detale. Pastaj thot një burr me emrin El Harith ibn Harith do të vjen nga Transoksania. Kjo është gjuhë e vjetër që i bika to pjesën nga Uzbekistani apo nga Taxhikistani, thesaret e përmendura në tekst janë thesaret e Qabës. Nga fundi i kohës 3 bijtë të halifëve do të luftojnë për ta marrë atë, kanë këtë pasuri, dhe se sfaqet Mehdia. Është një dispozim këtive viteve, kënë se kjo është këto fëmite, këtyve mbretërve aktual. Allah e di, mi po supozime. Qabe, të ka thesar të madhe, sa se cilë djali i khalifës lufton për me marrë. Kështë edhe këtë mas pasurijes, e cila s'ka me gëzuaj, ka me dekë së në merë me veti fare. Më pastaj do shfaqet Mehdia, a i do shfaqet nga lindja. Jo nga, si thënë të shia, grupi devijuar nga tuneli, po, ata besojnë se tash gjitet në tunel. Mirë po, ushtria e tij do të hudhiqet nga një burr i quajtur El Mansur. Ai ka me trasu rrugën për me vendos qeverisjen familjes së Rasulullahit, mos sikur se Kurejshët që kanë qeverisë çdo herë. Çdo besimtar do të jetë obligim, vajib farz me mbështet atë. Një popull do ta tregoj rrugën për Mehdijen. Dhe ne pas ka një popull vetëm se ka me përgatit ka rrugën ardhen e Mehdijës alayhis salam. Ndërsa Abdullah thot, përderisa ishim me pejgamberin alayhis salam, disa trin nga fisi Banu Hashim na afruan. Kur pejgamberi pa ata, sytë e tij u mbushën me lot. Dhe ngjyra e pejgamberit ndryshoi ndryshe. Thanën, kena pa diçka, po na shqetëson fytyra dhe çajtat e pejgamberit. Po. Pastaj i tham, ne jemi pjesëtar të familjes tuaj. Thot pejgamberi thot, çka dollëm, pse po shohim ja Rasulullah i shqetësuar. Thot pejgamberi Allah, ne na familja, ju, Ben Hashim jeni nga familja ime. Allah i neve na ka zgjedhur për ahiret, nuk na ka zgjedhur për dunjë. E çka thot? Pas vdekjes time ka me pas shumë vdekje, mbytje. Kene pas shumë persekutime. Derisa një popull që mbart flamurin të zi, kanë marrë nga lindja.
Ka qenë i dhimbshëm pejgamberi, se e di se është i paralajmëruar nga Allahu, ka me pas lufta të mëdha. Në përmendë një ditë, nuk bëhet kiameti përdesa nuk bëhet kasafane në Sham. Sikur që therrën kur bëhet, kanë më them njerëzimi me të madhe. Pejgamberi për ta ka vujt thot, se po ju shoh se mos jeni ju, pas sortit të juve do të myten, ka me pas persekutime shumë. Pastaj do të vinë njerëz me flamuj të zi, nga lindja. Ata do t'ju udhëzojnë njerëzit për me bë mirë, por njerëzit kanë për ta refuzuar. Ata do të luftojnë derisa të jenë fitimtar dhe njerëzit të bëjnë ashtu siç kërkojnë ata. Por ata s'do të pranojnë këta prej tyre. Mos sikur se ka qenë mbushur shka me padrejtësi, do të kthehet me drejtësi. Ka shumë për të thënë, po më zgjate shumë, një pjesë e vogël, pastaj do të kthehena tek shenja e tjera që është vijuse. Lut Allahun xhaleshanu xhelal xhelalu, Allahu na mësoi nga libri vet. Allahu na mësoi nga sunetet e pejgamberit. Na bëf vigjilent, përgatitemi kur vijnë këto gjëra, mos jemi gafel. Është këto gjëra neve, ndoshta do të motivu na çka me mush me punë të mira. Me mush dozën e punëve të mira, se nuk i dihet, teve na duket larga, më mund edhe afër. Ku i dihet? Në hadith thonë për një natë Allah ka më bërë reformë. Allahu na i pranon ibadetat, na i pranon xhaxherimin, na i afrof drejt rahmetit vet. Lutja jonë fundit është alhamdulillahi rabbil alamin.